këtë temës, po lidhet me këtë temë. Çka mendoni për këtë prishje në ftuhjen e raportit Albin Kurti Vjosa Osmani? Kush mendoni që kujt i jep drejt? E kam thonë në 100. Po s'ka lidhje, temën se ka thonë. Po mirë atë. Këtë rast Albin Kurti ka tratu Vjosa Osmanin, po më pa bo presidente Vjosa Osmani kishtë tratu Albin Kurtin, që se ajo se ka sefte, ka tratu Fatmi Sejdiun, ka tratu Isa Mustafën, e kishë me tratu edhe Albin Kurtin, sepse kishë ndërtu bazën për forcën e saj politike. Po për fjalimin profesor të saj, çka mendoni? Që ka thonë, për shembull në një fjalim të saj thotë, kush ka thonë që unë s'ja kam lënë zgjedhjet kur ka dashur ai, çto diçka ka thonë. Po mirë dhe ai ka lënë sepse ai ka dashur me vardis. E ka dashur me vardis, jo, nuk është antikushtetues, është brenda kushtetutës, po. Brenda kushtetutës milion zgjedhjet kur tani kur do Sadria. Po jo, kur aty shkruan kur do presidenti. Ajo e kalon kur ka dashur Albini, okej, sepse ka dashur me vardis për me marr votat e tij më po përsëri presidenti. Tash që ky ka tratuar është çfarë më botash. Më janë spekojt. Jo, si. Dhe Vani po shkon drejt zgjedhjeve profesor apo jo? Nuk e di. Nuk e di. Ka shansë që presidenti të ketë zgjidhjet, domethënë nëse Albin Kurti i jep mundësinë, i jep nënshkrimet që LDK me kandidu, domethënë ose Lumir Abdigjiku, ose Lutfi Hazirin kanë donë për president, me jep nënshkrimet edhe më... Ose Amerika që më kena i zarfë të bënë një gjithë si dijet? Nuk e qenë Amerika zarfën bënë, Amerika veç të thëtë për shkamull zbanë më bo filoni, fisteku, po jo të cedi ko më bo. A, po thaj ka zbanë më bo? Po. Edhe për dikan veç ka thonë që zbanë më bo. Për shkamull, për ka thonë? Nuk po flasë. A është Vjosa? Jo, Vjosa nuk ka mujtë më zgjidhë se për këtë Amerikës, mundet më zgjidhë dhe Lumiri, mundet më zgjidhë dhe Bedri Hamza. A ka thonë për... Mundet më zgjedhë edhe kësi... Pa i detura që ta mërë të zemë në shka dhe? Amerika... Më s'ka thonë për Ramushin? Jo, asë për Ramushin nuk thëtë Amerika, jo se Ramushin... Po për thamë se kështë më bo kriministër, shiko, a që bëhet presidenti Kosovës, a i do të me posë në gjyrat verë dhe kaltër, jo ku që zë. Më në ishëm duke foli për ato se si ka bërë lëshime delegacionin shqiptar në Vjenë, i Kosovës. Po bërë lëshime vazhdimisht, rrima s'pema, për që vazhdimisht. Më thonë, tani përmendorja, Sultan Muratit, edhe ajo Gazimestonit janë aty, se në asë 1 kilometër largë njën e tjetërit. Po këta e kanë folë. Edhe tash varri Sultan Muratit, tyrbe Sultan Muratit, është monument kulturor i Kosovës. Nuk është monument kulturor i Turqisë, është i Kosovës. Ndërsa ajo kulla e Gazimistonit, aty është monument kulturor i Serbisë, nuk është i Kosovës. Jo, më zedhuj qëto se përnonë e të rrujme apet. Po, do të përnonë. Pse? Sepse ta kanë pranu në Vjenë, kanë thonë mirë, këto le t'i merë Serbia, s'ka problem, na edhe i në shku me shetit aty, me bo shopping në për Vjenë, edhe kanë bo lëshime. Atëherë s'ka pas edhe opozice në konkret bashkë, në grupi unitetit, edhe prandaj ato nuk mund t'i përmisojmë. Për mi përmisu ato gabime, duhet edhe një luft të re. Edhe një luft të re. Profesor, sot ka qenë 9 prilli, data 9 prilli, dhe është ende 9 prilli, dhe në urat 12, është 9 prilli, edhe ka qenë, dhe me thonë, beteja kushorës që është mbajt me 9 prill, që ka ro heroikisht komandanti jonë Agim Ramadani, edhe për ndër aty ka shku dhe me thonë njerës të kanë festu sene, mirë po dikush prej luftarëve të vërtet të shqiptarët të Kosovës nuk ka pas fatin me shku. Arsyeja pse, unë sonë të e kumftu, ajo është miki emisionit tim, por është me siguri edhe juve edhe gjithë shqiptarëve. Zakonisht ndodhë që ashtu, ata që janë të vërtetit, atyne nuk ju japin sa ta nuk ngojnë mas medaleve, nuk ngojnë mas minjohjeve, nuk ngojnë mas famës, sepse ata kanë bo hakikat, dhe më ka bo për zotër, para dhejun. Kurse falcat ngojnë edhe dokën aty dalin para kamerave, edhe bojnë reklama, edhe dokët që në konë farë luftëtarë, farë atë... A eftem sonë të e kem njënën, për e tyre. është luftari i vërtet, është stepenist i Kosharës, me neve sonë të Musa Smoli, eftem me dratërgjitit bashkë.
Në i ndërru, mi se jele, faleminderit shumë që jele. Profi, a jesi më së qa. Mus, faleminderit shumë që jele. Faleminderit mirë më. Tha profesori ata të vërtetit, tha nuk i jepet shumë hapësirë, po na të din që na gjithmonë të kemi dhënë hapësirë. Veç pse i vërtet. Faleminderit shumë. I përshëndes Maspori, profin edhe atin Ishti Nikola. Po, Nikola Gjuka. I përshëndes bashkëluftëtarët e mi edhe betejën e Koshas, njerëz që kanë marrë pjesë atje. Jo ndjem më të mirë të kombit. Kështu që për fat keq. Une faleminderit Maspori që ma dha mundësinë ti me marrë pjesë. Edhe mi përshëndet nga studia jote. Je koni kujdeshëm dhe mi, po është fat i hidhur, pse në këtë gjendje ka devalvu çdo gjë, ka ardhur kështu. Për shembull, kur unë e di mirë si flasin Liria, ka emën, edhe shoqatat për veteranët e luftës, kanë organizu protesta në Maqedoni, në Tiranë, me veteranë të rrajshëm, kanë bërë gjithçka, me milionera, kanë organizu autobusa, kanë ndonë drejka darka, ku është i sot për shembull luftëtarët më të mirë të kombit që kanë ardhur, sikur unë për shembull për Shtetet Bashkuara të Amerikës, si kum lanë fëmijën e gune, kum shit pasonin, kum marr pjesë në luftën e Kosharës, kum pas fatin, si snajperist, sot nuk kum pas mundësi për shkak mos organizimit, për shkak u shtetu nafta, u bën e pamundshme me marr pjesë në Kosharë, se duhet me pas financa, me shku, kështu që nuk ka pas organizim, për mi edhe të vetë kena bisedu, s'kan pas pare me shku dhe në Koshare, me festu ditën thymjes kufinit shqiptar. Kjo është për Keshardhje, është edhe kesh me përmen, po nuk kom ku me qu, pa të regu, për shembull e shohën e dje merë pjesë edhe për shembull ish presidentja, mojnë pjesë, s'ka pas nevoj me mojnë ish presidentja t'je pjesësh, në malet, s'ka pas nevoj. 2, s'ka pas nevoj, për nëse ka pas nevoj, du më konë njërë të organizume për luftëtarët. Për shembull, kujtari i Prishtinës, një 5 autobusa du më organizu. Me pas për më unimu. Për shembull, një autobus më konë për luftëtarë që s'kanë mundësi me pagu, me i qu në Koshare, me vizitu Koshare. 9 prilin. Sa qenë ka kjo bileta e këtij autobusit për Koshare? Që si pagu ka do të shteti? Mirë, një. O du çdo komunë me organizu një autobus ose 2, mi avon mundësinë edhe qytetarëve me shku me pas pa pagesë, me shku një aty është luftë.